dashi, fillimi i ditës mund të jetë pak i rrëmujshëm. Mund të përballesh me ndonjë defekt teknik ose vonesa që të prishin planet, por mos e humb fillin. Sekreti sot është të dish kur të tërhiqesh pak dhe të marrësh frymë. Ki parasysh që njerëzit rreth teje janë pak më të ndjeshëm se zakonisht, ndaj pak kujdes dhe mirëkuptim do të shpëtojnë nga debatet e kota, ndërsa dita kalon, situata do të ndryshojë për mirë. Do të ndihesh më i lirshëm për të treguar veten tënde të vërtetë dhe kjo do të bëjë të shkëlqesh. Është momenti i duhur për të ulur me një mik dhe për të folur hapur për diçka që të rëndon ose që e ke shumë për zemër. Ky shkëmbim do të forcojë lidhjen tuaj, qoftë duke i dhënë mbështetje atij, qoftë duke marrë ty një dorë ndihmë. Mund të ndodhë që të marrësh përsipër një përgjegjësi të re në rrethin tënd shoqëror, dhe kjo do të rrisë vlerësimin e të tjerëve ndaj teje. Të gjithë do të mbeten të impresionuar nga idetë e tua origjinale dhe nga fakti që nuk ke frikë të mendosh jashtë kornizave. Marrëdhëniet e tua tani janë të bazuara te respekti dhe kujdesi i ndërsjellë, gjë që do të japë një ndjenjë të fortë qëllimi dhe sigurie. Shfrytëzoje këtë kohë për të zgjeruar njohuritë ose thjesht për të lënë pas çdo frustrim të vjetër. Demi, pjesa e parë e ditës mund të sjellë disa tensione të vogla. Duhet të bësh kujdes me mënyrën se si i zgjedh fjalët, pasi keqkuptimet janë afër. Mund të ndjesh pak irritim për çështje që lidhen me paratë ose me vlerësimin që të tjerët të tregojnë, por mos u nxito të reagosh. Nëse i jep pak kohë vetes, kjo ndjenjë pakënaqësie do të kalojë vetvetiu pa krijuar probleme më të mëdha, ndërsa dita përparon, atmosfera do të zbutet ndjeshëm. Do të kesh një energji shumë të mirë për të bërë biseda të qeta dhe për të krijuar lidhje të ngrohta me njerëzit. Komunikimi do të jetë pika jote e fortë dhe do të vëresh se të tjerët do të kërkojnë këshilla për punën, biznesin apo mënyrën se si të udhëheqin një projekt. Kjo është një mundësi e shkëlqyer edhe për ty që të mbushesh me vetbesim dhe të kuptosh më mirë se sa javë jep në të vërtetë. Ndihesh i plotësuar kur ndihmon të tjerët me informacion ose sugjerime të vlefshme. Fatmirësisht, sot gjërat do të rrjedhin natyrshëm me miqt, kolegët dhe bashkëpunëtorët. Fryma e tolerancës dhe bujarisë do të mbizotërojë në jetën tënde sociale, duke të bërë të ndihesh më i afërt me ata që të rrethojnë. Është një moment ideal për të treguar anën tënde më njerëzore dhe për të forcuar bashkëpunimet që ke. Binjakët, mënyra e tërthortë e dikujt për të kërkuar atë që dëshiron mund të irritojë mjaft në fillim të ditës. Mund të kesh ndjesinë se nëse kërkon diçka në mënyrë të drejtpërdrejtë, do të trajtosh ujërat më shumë se ç'duhet dhe kjo mund ta ndërpresë rrjedhën e gjërave. Edhe pse tani mund të jesh duke bërë plane të mëdha, ekziston mundësia që të humbasësh interesin për to më vonë. Prandaj, do të ishte mirë të merrje pak më shumë kohë për të kuptuar se çfarë dëshiron vërtet. Me kalimin e orëve, do të fitosh një aftësi të fuqishme për të frymëzuar të tjerët. Kur i shikon gjërat në tërësi dhe jo vetëm detajet e vogla, arrin të gjesh zgjidhje shumë më shpejt dhe më lehtë. Ke një mënyrë të veçantë për t'i inkurajuar njerëzit të flasin për ëndrat dhe shpresat e tyre, thjesht duke treguar gatishmërinë tënde për t'i dëgjuar. Ky afrim natyral është shumë efektiv dhe do të sjellë mjaft kënaqësi. Në këto momente, ti je një këshillues ose udhërrëfyes i shkëlqyer natyral. Përmes një komunikimi të ndjeshëm dhe të kujdesshëm, mund të arrish të zburtësh barrierat emocionale, qofshin ato të tuat apo të njerëzve që ke pranë. Është një kohë ku mirëkuptimi dhe dëgjimi me vëmendje do të bëjnë mrekulli për gjendjen tënde shpirtërore dhe për marrëdhëniet me të tjerët. Gaforja, për ty gafore, fillimi i ditës mund të gjejë duke reaguar në mënyrë automatike dhe sipas zakoneve të vjetra, gjë që nuk të ndihmon as pak në situatat aktuale. Mund të ndjesh një konflikt të brendshëm midis asaj që dëshiron dhe asaj që të nevojitet vërtet. Megjithatë, me kalimin e orëve, do të fillosh ta shohësh pamjen më të gjerë të gjërave dhe kjo do të ndihmojë të qetësohesh dhe të çlirohesh nga tensioni. Në fakt,
Sot je në një pozicion të shkëlqyer për të shëruar veten ose një marrëdhënie të rëndësishme, fal reflektimeve që do të bësh. Sa më mirë ta njohësh veten, aq më të duhura do të jenë zgjedhjet e tua. Dhe kjo ditë mbart një energji fantastike për vetë kuptim. Je gjithashtu në formë shumë të mirë për sa i përket komunikimit dhe aftësive negociuese, duke arritur të identifikosh ato qëndrime që të mbajnë peng nga të jetuarit e jetës plotësisht. Kjo është një ditë e qëndrueshme për të përcaktuar zonat problematike, zakonet destruktive ose reagimet e pavullnetshme që nuk të shërbejnë më. Përveç punës me veten, je në një pozicion ideal për të bërë pjesë e një skuadre ose për të bashkëpunuar me të tjerët. Duke bashkuar forcat, do të arrish t'i përfundosh punët me shumë më tepër efikasitet dhe sukses. Luani, për ty luan, fillimi i ditës mund të ketë disa nisje të avashta ose ndonjë kthes të gabuar, por gjërat do të stabilizohen shpejt. Dita po formësohet të jetë mjaft e fortë për sa i përket krijimit të lidhjeve, komunikimit dhe të mësuarit. Nëse ka ndonjë paqëndrueshmëri ose gabim që ka nevojë për korrigjim, ka shumë gjasa që do ta zbulosh pikërisht tani. Me kalimin e ditës, do të shijosh një energji më gjithëpërfshirëse dhe të butë për zgjidhjen e problemeve dhe konflikteve. Qëllimi yt mund të jetë çlirimi nga mendimet e ngurta për të gjetur metoda të reja, dhe derisa kjo ndonjëherë kërkon pak trazira, një qasje e ndjeshme është ajo që do të shërbejë më mirë në këto momente. Fjalët e duhura dhe planet e mirë menduara do të ndihmojnë të ndërtosh vetbesim, mund të zbulosh ideale ose besime të përbashkëta me njerëzit që të rrethojnë, të cilat do të jenë një burim i sigurt ngushëllimi dhe qetësie. Në ambientin tënd po mbizotëron një frymë e këndshme pranimi dhe mirëkuptimi, duke e bërë më të lehtë bashkëpunimin dhe harmoninë me të tjerët. Virgjëresha, për ty virgjëresh, fillimi i ditës mund të sjellë disa shkputje të vogla ose probleme që e bëjnë të vështirë menaxhimin efektiv të rutinës, punës apo çështjeve praktike. Nëse ndjen se të tjerët nuk po e vlerësojnë kontributin tënd, kjo mund të të irritojë dhe mund të tundohesh të tërhiqesh ose të mos japësh maksimumin tënd. Megjithatë, me kalimin e orëve, jeta do të duket më e rrjedhshme dhe më e thjeshtë. Duhet të shfrytëzosh energjinë e fortë që vjen më vonë për të zgjidhur probleme të rrënjosura thellë dhe për të kuptuar më mirë një shqetësim praktik. Intuita jote për kërkim dhe analizë është shumë e mprehtë sot dhe mund ta gjesh veten të tërhequr pikërisht drejt asaj që të nevojitet. Po ashtu, po i bën të tjerët të ndihen rehat në praninë tënde, gjë që i ndihmon bisedat të rrjedhin pas forcim. Është një kohë e shkëlqyer për të zbuluar fakte të reja, për të bërë kërkime dhe për të hetuar detajet, por nuk bëhet fjalë vetëm për punë apo vetëm për argëtim. Je në një formë shumë të mirë për të gjetur një ekuilibër të shëndetshëm midis detyrimeve dhe kohës për veten. Peshorja, për ty peshore, analizimi i tepërt i një situate në fillim të ditës mund të shkaktojë më shumë telashe se sa vlen. Planet që janë të paplota ose kanë pika të dobta kanë nevojë për përmirësime dhe rregullime përpara se të vazhdosh më tej. Megjithatë, me kalimin e orëve, do të rrethohesh nga një energji e mirë që të ndihmon të riparosh marrëdhëniet ose të forcosh një lidhje të rëndësishme. Mund ta kesh shumë të lehtë ti rregullosh gjërat sipas dëshirës tënde, por interesi yt kryesor tani është të përmirësosh thelbësisht situatat. Për këtë arsye, një harmoni sipërfaqësore nuk do të mjaftojë në këto momente. Është koha të shfrytëzosh fuqinë e komunikimit të ndjeshëm dhe aftësinë tënde për të dëgjuar me vëmendje. Planet mund të bashkohen në një mënyrë pothuajse magjike dhe fjalët apo mirëkuptimi yt mund të shërbejnë si ilaç për të tjerët. Ndjeshmëria jote ndaj problemeve të tjerëve buron nga sfidat që ke kaluar vetë, dhe mençuria jote mund të jetë një ndihmë e madhe për ata që të rrethojnë. Mund të gjesh veten duke tërhequr njerëz në jetën tënde ose duke u ndjerë i tërhequr nga persona që kanë ide dhe opinione të pazakonta, ose që ndjekin stile jetese alternative. Ky diversitet do të pasurojë mendërisht dhe shpirtërisht. Akrepi, për ty akrep, në fillim të ditës mund të ndjesh se dikush po të shtëron energjinë,
qoftë për shkak të pritshmërive që ke ndaj tyre apo kërkesave të tyre të drejtë për drejta. Ka momente për të ecur përpara dhe momente për të ruajtur gjendjen ekzistuese. Kjo e dyta vlen më shumë për pjesën e parë të ditës. Nuk ja vlen të krijosh trazira tani, pasi mund të mungoj vetbesimi ose mund të jesh i informuar gabim. Megjithatë, me kalimin e orëve, do të jesh veçanërisht i interesuar për të ndihmuar të tjerët. Edhe pse mund ta kesh shumë të lehtë të marrësh atë që dëshiron, ti je sinqerisht i interesuar të rritesh dhe të mësosh nga përvojat e tua. Bisedat për punën dhe shëndetin mund të jenë pozitive dhe produktive, duke çuar në ndryshime domethënëse në jetën tënde. Diskutimet do të jenë çuditërisht të hapura dhe mirëpritëse, dhe ti mund të përfitosh shumë nga mbështetja dhe mirëkuptimi i dikujt. Je në një pozicion të shkëlqyer për të përcjellë saktë atë që mendon dhe për të komunikuar me ndikim të tjerët. Ky është momenti i duhur për të bërë biseda që lënë gjurmë dhe që sqarojnë çdo paqartësi të mbetur pezull. Shigjetari, për ty shigjetar, fillimi i ditës mund të sjellë disa shkputje ose keqkuptime të vogla. Koordinimi nuk do të jetë në pikën e tij më të fortë në pjesën e parë të ditës dhe mund të përballesh me pak dekurajim ose frustrim. Një ëndër apo një plan që ke mund të hasë në pengesa të papritura, duke të bërë të ndihesh sikur gjërat po ecin mbrapsht. Megjithatë, ndërsa dita përparon, bara jote do të lehtësohet dhe disponimi do të përmirësohet ndjeshëm. Energjitë bëhen shumë të këndshme dhe madje shëruese. Është koha të mbështetesh te intuita jote dhe të kujdesesh për mirëqenien tënde mendore. Ti shkëlqen në udhëzimin e të tjerëve dhe i ndihmon ata të kuptojnë veten më mirë. Sepse di të lidhesh shumë mirë me shqetësimet e tyre, një energji e ndjeshme, e hapur dhe pozitive do të bëjë që ti ulësh pak mburojat, duke u ndier gati për të ndarë me të tjerët gjëra që më parë i mbaje vetëm për vete. Njerëzit do të reagojnë shumë mirë ndaj ideve dhe propozimeve të tua, duke krijuar një atmosferë harmonike që do të mbush me optimizëm për vazhdimsinë. Britsjapi, për ty britsjap, fillimi i ditës mund të shoqërohet me disa keqkuptime të vogla ose me një ndjesi se nuk po vepron në kohën e duhur. Mos lejo që ndonjë moment i sikletshëm në situata sociale të nxjerrë nga vetja, shpesh mjafton një rregullim i vogël ose një ndryshim i lehtë i kursit për t'i ndrequr gjërat. Me kalimin e orëve, do ta kesh shumë më të lehtë se zakonisht të komunikosh atë që ke ndërmend, pa pasur nevojë për shumë shpjegime apo arsyetime të tepërta. Mënyra jote e sjelljes do të jetë e mbushur me bujari, gjë që do t'i bëjë të tjerët të vlerësojnë më shumë. Njerëzit do të jenë të gatshëm të dëgjojnë dhe më modest se zakonisht. Duke krijuar një ambient perfekt për të mësuar dhe për të rritur së bashku, gjithashtu, dita do të sjellë më shumë qartësi dhe ide të reja për sa i përket çështjeve që lidhen me biznesin, paratë, objektet me vlerë ose pronësinë. Është një moment i mirë për të parë me vëmendje financat tuaja, pasi mund të kuptoni diçka të rëndësishme që më parë ju kishte shpëtuar. Ujori, për ty ujor, fillimi i ditës mund të gjejë duke u ndier paksa i nënvlerësuar ose jo në formën tënde më të mirë. Mund të përjetosh një rënje të përkohshme të energjisë, por kjo shërben si një ndalesë e nevojshme për të eksploruar rrugë alternative dhe për të bërë rregullimet e duhura. Shfrytëzoje këtë moment për të parë ku mund të përmirësosh planet e tua. Me kalimin e orëve, do të fitosh një mbretësi emocionale unike për të kuptuar problemet e të tjerëve, duke i ndihmuar ata të shohin më qartë jetën e tyre. Talentet e tua natyrale në shkrim, udhëzim apo mësimdhënie do të dalin në pa. Nga ana tjetër, edhe ti do të jesh më i hapur për të mësuar. Ndarë dhe krijuar me më pak rezerva dhe me më shumë bindje të vetja, ndikimi i planeteve të nxit t'i kalosh me butësi kufit e tu për të shkuar në zemrën e problemeve që të shqetësojnë. Në një nivel tjetër, mund të tundohesh nga informacione të reja që do të zgjojnë interesin për një hobi ose pasion të ri emocionues. Do të jesh veçanërisht bujar me të tjerët dhe do të vëresh se edhe ata do të tregohen po aq dashamirës dhe dorëlëshuar me ty.
Peshqit, për ty peshqit, fillimi i ditës mund të sjellë disa pengesa të vogla në planet e tua. Diçka nga e kaluara mund të ndërhyjë në jetën tënde sociale ose romantike, duke krijuar momente pasigurie. Edhe pse mund të ketë disa shkputje apo vonesa, përpiqu të mos i marrësh shumë për zemër këto probleme me kohën dhe sinkronizimin. Dita do të vazhdoj shumë më rrjedhshëm me kalimin e orëve. Do ta gjesh veten në një pozicion të favorshëm për të përcjellë mesazhin tënd dhe për të marrë vendime me plot vetbesim. Është një moment i mirë për të komunikuar hapur, pasi një energji false dhe komode të mbështet për të folur pa pasur nevojë të qëndrosh në mbrojtje. Mund të vendosësh të diskutosh rreth një problemi ose dileme që të ka munduar dhe do të vëresh se duke ndihmuar dikë tjetër, në fund do të ndihmosh edhe veten. Je në kërkim të mënyrave për të shëruar dhe për të përmirësuar, dhe ky reflektim do të sjellë qetësinë që po kërkon.